Jam në sheshin e Shën Markut në Venedik ose Venecia. Jemi në veri të Italisë në brigjet e Adriatikut. Është një ditë e bukur shtatori dhe sheshi është mbushur me turistë. Shoqëruesi im është një njeri i pazakont. Ai quhet Muharrem Saliu dhe shkurti e thrasin Marko. Ai lidhet krejt dhe del këtu kom të pjacën këtu. Është nga Medvegja dhe interesohet shumë për gjendjen e shqiptarëve atje. Pallati i Kazanovës, përndryshe burgu i Kazanovës, dhe jo vetëm atë, por shumë të tjerë kalonin nga i burg para se të qonin për varrje apo vrasje definitive, kalonin nëpër një dritare, aty që quhej frymarrja e fundit, do të thonë ata për herë të fundit shihnin dritën edhe një herë para se të mbysnin. Përveç kësaj ngjarje, ky pallat është i njohur si pallati dukale këtu në Itali. Ne supozojmë sipas shumë shkrimeve që është i familjes Dukagjini dhe lidhet shumë me periudhën e Papës 11 Albani, i cili gjithashtu ka një prejardhje prej Dukagjini para arsi i tij, do të thonë që kishte përfunduar si pref në Itali dhe arriti deri në shkollën më të lartë në hierarkinë e kishës katolike. Ndërkohë që këtu kemi edhe një rrugë që quhet rruga e shqiptarëve, rruga më e gjatë në Venedik, një prej 7 dhe 6 tjera ekzistojnë përveç kësaj. Dhe kemi edhe një ngjarje tjetër, do të thonë këtu mbrapa nesh janë të gravuara emrat e porteve apo emrat e shteteve në kohën e lashtë, cilat kishin një trafik më të theksuar të anijeve, cilat tregtonin dhe zhvillonin ekonominë e tyre me Venedikun si qendër tregtare asoj kohe. Marko është pronar i shumë restoranteve në Venedik, por përveç se biznesmen, ai ka një njohje të mirë për lidhjet e vjetra të shqiptarëve me Venedikun. Pra këtu kemi të gravuar Lesina, që qëndron për emrin e Lezhës në atë kohë, dhe ata kishin një vend të tyre, domethënë disa prej vendeve të cilat kishin një numër më të madh qarkullimi ekonomik themi në atë kohë, kishin edhe vendet e tyre të theksuara ku vetëm për ta ishin të rezervuara, ndërsa ato që ishin më pak frekuentonin më pak të pjesë ankoronin ku arrinin të ankoronin. Pra po e shihni janë disa ngjarje të rëndësishme që lidhen dhe dëshmojnë prezencën tonë të dikurshme dhe neve kjo na bën ndihemi në shtëpinë tonë fillimisht, po të ndihemi edhe krenar sepse janë vepra që në kurrez bartin një trashëgimi të lashtë, edhe kulturore, edhe historike, edhe pasuri tjera. Këtu ishin ankorimet e para dhe më të rëndësishme që bëheshin, dhe këtu, siç e thash, shqiptarët kishin një pikë ankorimi të rezervuar, të rëndësishme dhe të dedikuar enkas për ta. Pra, kjo shqiptarët këtu tregojnë se janë pjesa e kombeve më të lidhura me Venedikun, prej shekullit të 14 apo jo. Po, shumë e saktë. Pra, shqiptarët kanë frekuentuar këtë pjesë gjatë gjithë historisë që sot njihet, dhe si rrjedhojë e saj kemi shumë mbiemra shqiptarë që sot kanë ngel dhe janë asimilu këtu, janë shndruar në italian, pra përveç kësaj familjes Dukale apo Dukagjin, kemi edhe familjen Gramshi, që është një familje shumë e madhe këtu prezente, gjithashtu origjinë shqiptare, por janë edhe familje tjera që unë nuk i njoh, por thuhet se janë disa, sidomos në pjesën në afër Triestes dhe kësaj pjesës që vjen drejt Venedikut.
Qyteti ka 270.000 banor bashkë me lagunën e mbrojtur nga UNESCO. Gjatë 1000 vjeçari Venediku ose Republika e Venedikut ishte një nga fuqitë më të rëndësishme politike dhe ekonomike, si dhe një nga qytetet më të mëdhenj të Europës. Kjo deri në vitin 1797, kur përfundoi pavarësia e tij. Venediku dominonte politikisht dhe kontrollonte tregun nëpërmjet Europës perëndimore dhe detit Mesdhe. Venediku përfitoi nga tregu me mallra luksoze, erza, krip dhe grur, dhe u zhvillua si qendra më e madhe financiare. Në këtë aktivitet, territoret e Arbit luajtën një rol të madh duke bërë tregti me mallra me Venedikun. Pra, këtu jemi akoma pranë sheshit Shën Marko, pranë Bazilikatës, dhe këtu përballë kemi pikën e ankorimit të anijeve që vijnë nga Lezhë. Ndërkohë që këtu përballë kemi edhe rrugën e shqiptarëve, pra gjithçka qëndron në sintonia apo në sinkron njëra me tjetrën. Aty ankoronin dhe këtu zbarkonin dhe këtu jetonin ata. Do të thonë prandaj edhe kjo rrugë merr emrin e tyre, që është rrugë më të gjata në Ujdes, në Venedik. Është shumë e gjatë dhe kjo traverson, do të thonë, ndan Ujdesën relativisht shkon deri në qendër të Ujdesës, është shumë rrugë e gjatë pra. Ndërkohë këto janë objekte të rëndësishme, do të thonë këtu kemi hotelin më të njohur në Venedik, Danieli, cilin janë nxjerruar filme të ndryshme, tregime të ndryshme, histori të ndryshme, gjithçka lidhet me ekzistencën e këtij hoteli. Tani gjatë kohës pandemisë thuhet se është bler nga një njeri shumë i pasur që vjen, duket se është Bill Gatesi, po, nga Bill Gates është. Ne bashkarisht po shohim rrugën e dytë me radhë të shqiptarëve, ndërkohë që na mungojnë edhe 5 tjera për t'i vizituar. Dhe mendoj se kjo tregon mjaftueshëm prezencën apo peshën e prezencës së shqiptarëve në këtë Ujdes. Dhe nga të parat kështu. Nga të parat, pra, janë paralelisht me krijimin e tyre, me emërtimin e rrugëve, këto kanë marrë emrat që kanë sot. Jemi në sheshin Shën Mauricio, edhe këtu krahas kemi kishën Shën Mauricio, e cila lidhet edhe me pjesën ku është eksponuar ajo pllaka përkujtimore, e cila shënon krijimin e shkollës parë shqipe për shqiptarët pas rënies së vendit në Osmanët, respektivisht pas pushtimit të kalos së Shkodrës. Do të thonë, pasi vendi ra në Osmanët, pasi Skënderbeu, do të thonë, nuk ishte më, atëherë Kisha Katolike kërkoi që të gjithë ata që duan të ndryshojnë besimin e tyre fetar, janë të lirë ta ndryshojnë dhe i kërkoi sultanit që mos bëj vrasje, masakra mbi shqiptarë. Ata të cilët nuk duan të ndrojnë fen, janë të lirë që të vinë në Itali dhe do t'i mirëpriste Kisha Katolike. Gjë që nuk ndodhi kështu sepse ata nuk kursyen gjithë ata që arritën të nxjerrin, domethënë i masakruan, por një pjesë e madhe që arriti më u largu, Kisha u hapi shkollën e parë këtu shqipe në kuptimin e një shkolle artizanale, sepse ato çfarë mësonin kryesisht ishin zejet, domethënë si përpunoheshin këpucë, si përpunohej sapuni, qerinjt e gjëra të tjera, domethënë elementare për jetën, për kushtet e asaj kohe. Kjo ka qenë, domethënë, nuk është një shkollë që kanë hapur shqiptarët këtu, por është një shkollë që u dhurua nga ana e kishës shqiptarëve të cilët shpëtuan nga pushtimi osman. Për cilin vit bëhet fjalë? Është viti 550. E që më tepër për shqiptarët. E keni vizituar përpara këtë ndërtesë? Kam qenë herë tjetër dhe tani është që ardha me një vajzën. Po. Kështu që Vajza besoj se do ta ketë vizituar më parë. jo, hera parë që. Çfarë ju tërhoqi ju për ta vizituar këtë? Bëshim gjiro me ciklet, i thash babit, po më kaloshim bëshim gjiro, edhe para kishim kalu edhe të vija e shqiptarve,
Edhe pastaj thamë mirë që kemi rrugën, kalojmë te këtu. Që mirë prapë origjina jone, prandaj është edhe e rëndësishme të kujtojmë njerëzit që na kanë kalu para. Ju keni lexuar më parë për këtë historinë e kësaj shkolle? Po, patjetër. Po, patjetër. Edhe më ka thënë edhe babi. Edhe prandaj erdhëm bashkë me babi. Ju faleminderit. Edhe Unë nuk jam në historian, por me informacione që kam me këto që di nga njerëz të cilët flasin me kompetenca më tepër se unë, mundohem që edhe unë të dashu. Edhe me për këtë arsye unë i them vajzës që baba, ti do të mësosh historinë se historia jonë është më e bukur se historitë e tjera. Dhe kjo është më kryesore. Dhe mundohem që ajo të eci gjithmonë mas asaj. Marko hapi biznesin e tij të parë pranë një rrugë të quajtur rruga e shqiptarëve. Tani jemi relativisht në qendër të udhëheqës, jemi në njërën prej 7 rrugëve që mbojnë emrin e shqiptarëve, Kale dei Albanesi. Rrugët kanë marrë emrin në bazë të njerëzve që kanë jetuar në atë kohë në vende të ndryshme, pra ka pas minoritete të ndryshme. Ki për shembull sheshin e armenëve, diku kanë jetuar armenë dhe në bazë tyre ka marrë emrin ai shesh. Me sa duket, shqiptarët kishte edhe në atë kohë më shumë se sa komunitetet e tjera, prandaj edhe kemi numër më të madh të rrugëve krahasim me emërtimet që kanë bëjnë me komunitetet e tjera. Po shqiptarët përveç këtyre rrugicave kanë edhe sheshe, kanë edhe gjëra tjera, domethënë gjurmë tjera që dëshmojnë prezencën e tyre në vazhdimsi dhe qysh në antikitet, pra qysh në kohën e lashtë, para krijimit të udhëheqës dhe gjatë krijimit të sidomos edhe pas ndërtimet Venedikut. Këto janë gjurmë të pashlyera, do me thonë janë themelet e këtyre gjurmëve për cilat studiues të interesuar apo të apasionuar studiojnë dhe mirën me to, por nuk është e plot puna e tyre derisa të mos vinë në vendin e ngjarjes për të prekur me dorë ato dhe për të njohur realisht me ekzistencën e tyre. Nuk është bërë as përafërsisht as sa meriton të bëhet, dhe nuk bëhet fare them, sepse këto që bëhen janë shumë sipërfaqësore dhe janë shumë të limituara në numër nga individ të njohur, do me thonë ne kemi një studiuese viteve të fundit, doktoresa Luciana Din, e cila ka bërë një punë shkëlqyer dhe me atë tani ne flasim pak a shumë, por kemi shumë pak punë bërë nga vetë ne shqiptarët për vetveten në këtë rast. Gradualisht po fillon ka zgjuar kurreshje dhe interes tek të interesuarit e ardhshëm apo të ri të kohës që po dalin në skenë çdo ditë më shumë, por shteti apo ministritë përkohëse kanë bërë shumë pak dhe nuk janë duke bërë mjaftueshëm apo atë çfarë duhet bënin. Ne nëse marrim shembull shtetet përreth të cilat kanë shumë më pak kulturë dhe gjurmë kulturore këtu në këtë udhëheqës, bëjnë shumë më shumë për gjeneratat e tyre, duke organizuar vizita të ndryshme turistike, duke i shoqëruar nëpër muze të ndryshme, duke u shpjeguar të kaluarën dhe ndërtimin e udhëheqës, ndërkohë që nga Ministritë e Kulturës qoftë ato në Kosovë apo në Shqipëri nuk kemi organizime të tilla, sikurse fare nuk ekziston një gjë e tillë, ndërkohë që ne identiteti i ynë është gjithmonë prezent tu në Venedik. Asnjëherë ne shqiptarët këtu nuk ndihemi të huaj, por ndihemi në vendin tonë sepse Venediku për herë ka qenë dhe është ndërtuar vazhdimisht dhe jetuar nga shqiptarët. Marko, një pyetje tjetër që lidhet me historinë e shqiptarëve, ju jetoni këtu për vitesh. 20 vjet ose sa keni? Parafërsisht, po. Parafërsisht 20 vjet pra që jetoni këtu. Sa është interesimi i shqiptarëve nga Shqipëria dhe trojet shqiptare e Kosova për të mësuar nga kjo histori këtu në Venedik? Mua më duket nga vizita që po bëjmë më tepër jeni të interesuar ju që jetoni këtu, se sa janë të interesuar shqiptarët që janë në Shqipëri ose Kosovë dhe jashtë. Mendoj se për ne që jetojmë këtu mendoj se është diçka e natyrshme, pra fiziologjike, sepse tani po mishërohemi me qytetin dhe po gjejmë çdo herë më shumë veten këtu. Mirë po, sigurisht se nuk është duke u bërë mjaftueshëm nga të tjerët, pra shqiptarë, sidomos nga ata që jetojnë në venditjet nga ku vim ne, por kemi viteve të fundit një rritje të fluksit turistik, të quaj kështu, sidomos mërgata në Europë, që vinë dhe kalojnë pushimet këtu, vinë dhe vizitojnë dhe gradualisht po zbulojnë gjëra cilat po i transmetojnë tek të afërmit dhe po përhapet dal ngadalë se nuk është një vend i humbur në botë, por është një vend i cili duhet ndihet sikurse pjesë e historisë tonë, sepse këto për vetë faktin që Republika e Venedikut dikur ishte e shtrirë deri në Greqi,
Ne, do me thonë, në një farë forme kemi qenë të përzier historikisht, pra nuk ishte ndonjë kufi çfarë janë ato që njohim tani, por na lidh edhe historia e kohës pas pushtimit osman, sidomos, por edhe gjatë periudhës së Skënderbeut me Venedikun, histori të pafundme. Marko, sa ka ndikuar kjo lidhja juaj ose identiteti juaj shqiptar këtu në Venecia, në lidhjet e juaja me autoritetet ose me personalitetet e këtij vendi? Ju thatë se keni kontakte dhe keni lidhje të mira dhe me personalitetet larta këtu në Itali. Po e vërtetë është shqiptarët, sidomos gjeneratat e reja tani çdo herë më shumë po dëpërtojnë, do me thonë fal punës të palodhshme që bëjnë, po integrohen rëndësisht në gjitha institucionet dhe kështu po krijojnë lidhshmëritë e tyre. Këtu në një vend ku vlera ka meritokracia dhe jo gjëra tjera, do me thonë është lehtë të dëpërtosh sepse i arrin me punë, i arrin me sjellje, me korrektesë, me rezultate pune, pra flasin rezultatet e punës. Unë këtu reflektoj një lloj operatori ekonomik i cili jep punë një numër të konsiderueshëm të njerëzve, të etnive të ndryshme, pra kryesisht italianëve, por edhe të huajve që jetojnë dhe punojnë këtu, dhe kjo sigurisht se gjeneron një pozitivitet tek autoritetet qoftë lokale, rajonale apo qendrore. Ju keni arritur deri në nivelet e larta të hierarkisë të këtij vendi të Italisë, siç është kryeprokurori dhe si keni arritur? Ka ndikuar puna që cilën bëjmë, por më shumë edhe interesimi im personal për faktin se unë angazhohem edhe për situatën apo për pozitën e komunitetit e bashkisë tonë në jug të Serbisë dhe duke kërkuar apo duke trokitur në përdyrë të ndryshme për të kërkuar ndihma në mënyrë që të respektohen ato drejta tona atje ku jemi, më ka bërë që të arrij të krijoj këto lidhje edhe me autoritetet e institucioneve të ndryshme, dhe me thonë qoftë ato në Senat, qoftë në Ministrinë e Punëve të Jashtme, qoftë në ato të turizmit apo të ekonomisë e kështu me radhë. Ju thatë se keni përgatitur edhe një peticiona, çfarë keni përgatitur një rezolut në cilën Parlamenti Italian do ta në mbas krijimit të qeverisë mendoni se do ta aprovojë, do ta fusni për të aprovim. Çfarë është rezolut? Rezoluta ka për synim të disiplinoj autoritetet shtetërore në Serbi për atë çfarë po bëjnë mbi komunitetin shqiptar në jug të Serbisë, kryesisht pra për dhunën e tepruar. Ato po të i kalojnë autorizimet e tyre mbi ne. Nuk i kanë gjitha ato drejta që të bëjnë çfarë duan me ne. Pra është në pyetje një spastrim etnik administrativ përmes mjeteve administrative duke u anuluar adresat apo vendbanimet. Njerëzve po synojnë të kompromitojnë strukturën demografike në komunat saktura, sidomos në këto 3 komunat e jugut, ku shqiptarët janë më të koncentruar. Qëllimi i tyre është që t'i zbërthejnë nga aty, t'i shpërndojnë në mbrendi, në mënyrë që ato mos të kenë drejt për vota lokale të votojnë aty, po vota tyre shpërndohet në mbrendi të Serbisë dhe të humbin shumicën e përfaqësuarit apo të përfaqësuesve tyre në këto nivele lokale. Këto janë probleme të cilat i kemi paraqit dhe këtu ka pas një mirëkuptim në këtë aspekt. Është përgatit një dokumentar i rëndësishëm i cili tregon rrjedhën në mënyrë kronologjike të komunitetit tonë, do me thonë se ne nuk jemi një pakicë që kemi mbet nga ku ta diun nga Afganistani apo nga Siria aty, po jemi autokton, dhe të tjerët kanë ardhur aty. Tani kjo nuk u jep të drejtën që ne të na largojnë nga tokat tona nëse u është dhuruar kjo drejtë për të na administruar. Kështu që këto janë probleme të cilat i kemi prezantuar dhe kanë gjetë një mirëkuptim. Ishte, do me thonë, afër miratimit të kësaj rezolute momenti kur është paraqit, por ndodhi lufta në Ukrainë dhe kjo mori vëmendjen, pra ishte tema e ditës, themi kështu, ndërkohë që tani po ballafaqohemi me zgjedhjet parakoshme me që qeveria ra dhe po presim të mbyllet ky itinerar elektoral me 25 shtator dhe pas kësaj do besoj se do kaloj kjo rezolut në Senat. Jem i sinqert, unë kur vrejta atëherë këtë emër këtu më tërhoqi shumë kjo dhe me që kisha mundësi për shikuar oportunitetin këtu apo diku tjetër edhe ashtë përparësi kësaj zone. U humba në bisedë me pronar duke kërkuar për të nxjerrur në shesh se mos ka ndonjë origjinë nga kurioziteti im, por nuk ndodhi ashtu, por në fakt unë mendimi nuk e ndryshova dhe vazhdova tentativa deri në realizimin e porgjë që u bë edhe
aktiviteti i parë që filluam këtu në Venedik në këtë rrugë. Kjo është mapa e Venecias, pastaj në të është edhe mapa e restoraneve. Biri Markos Albani tregon me krenari vendodhjen e bizneseve të familjes. Kryesisht këtu jemi rreth urës Trialtos, ku kemi lëvizur sidomos gjatë 3-4 viteve të fundit. Gjatë periudhës pandemisë kryesisht kemi bërë investime shumë në këtë pjesë, po edhe të kjo pjesa tjetër ku është afër Bienales të Venecias, që bëhet çdo 12 e arkitekturës dhe pastaj e artit. Tani duhet shohim, kanë ngelur edhe disa pika cilat babi ka në mendje, por që duhet ta shohim se si vjen. Dalim nga biznesi i Markos dhe shikojmë disa dyqane që shesin maska të prodhuara në Shkodër. Në vazhdën e gjurmëve që i nxorëm apo i theksuam në sheshin Shën Markos, vlen të theksohet edhe fakti i kishës Shën Sebastianit, një kishë e mbuluar nga piktori famshëm italian Paolo Veronesi, ku theksohen jo vetëm flamuri i Skënderbeut asaj kohe pra në tavanet e kishës, por kemi elemente të tjera shtesë në për mburrojat apo helmetet e ushtarëve, cilët pas triumfit nga një betejë tregojnë, përshkruajnë betejën, do me thonë pas timit nga një betejë shifet qartë edhe shqiponja në gjoksin e ushtarëve, por shifet edhe në mbrojtësit e tyre të shënjuara apo të personalizuara me shqiponjë. Edhe këto janë gjithashtu dëshmi vonë të zbuluara, por të dëshmuara shkencëtarisht, qoftë nga Lucia Nadin, qoftë nga kërkues tjerë shkencor. Jemi duke larguar nga Venecia në një vizitë 3 ditore, vizituam disa vende historike, të cilat lidhen me historinë shqiptare. Për televizionin Kultura Shqiptare, nga Venediku dhe Gjirë Sina.